7 marsi një ditë e shënuar në nderim dhe respekt të mësuesit. Kjo ditë sigurisht festohet edhe në Vlorë, ku krahas atyre nxënësve të shkollave, mësuesin e parë kujtojnë dhe ata të cilët kanë përfunduar prej vitesh sistemin arsimor. Sipas qytetarëve, edhe sot pas shumë vitesh mësuesi i parë kujtohet me nostalgji dhe mbi të gjitha respekt. Për ta, mësuesi ka qenë një prind i dytë i cili ka kontribuar në jetën e tyre duke i edukuar dhe duke i shtyrë drejt dijes. Qytetarët e vendosin theksin edhe tek fakti se vite më parë roli i mësuesit ka qenë më i fortë dhe më i rëndësishëm, teksa disa me lot në sy thonë se fal asaj mësimdhënie dhe edukate janë bërë ata që janë sot. E mbani më mësuesin e parë? Mësuesin po, fiqireten. Me nostalgji? E doja shumë. Ka vdek para 4-5 vjetësh, rritet e kombinati lartë. E kujtoni me nostalgji besoj? Ishte shumë e mirë. A një ditë donte që të më mbante mbas dëshirës time si me pahirë. Pse nuk donte që të humbisja klasën, shkollën. Po unë vdisja mbas mamas. Atë ditë doja të rija me maman time. Edhe kur ika, nuk e di më vim për të qartë tani, kur ika, më zuri turpi, i mora i futa librat, poshtë futës, edhe ika se të gjithë shokët ishin në shkollë. Unë isha në rrugë, isha të shkolla këtu, një maj skelë. Edhe një urim për 7 marsin? Gëzuar festën mësuesit, që të gjithë ata që e njoh dhe si njoh, mësues është fjala e mrekullueshme. Ata na mësuan gjuhën, na mësuan shkronjat, na mësuan të tëra, si të sillemi, si të flasim, si të duam librat, shkollën, shkrimin. Të parin e mbaj mend, po urimi për ta të kenë jetë dhe të mësojnë sa më shumë. Figurë e rëndësishme? Pa tjetër e paharruar, që na kopshi se unë kam qenë dhe në kopësht e kështu e, më thënë i mbaj fare mend mirë. Edhe të kopshit i mbaj mend, po emrat nuk i kam fiksuar. Edhe një mesazh për 7 marsin? Ta gëzojnë festën dhe të vazhdojnë të mësojnë sa më shumë. Ka edhe shumë për mësuese edhe me jetë të gjatë. E mbani mësuesin apo mësuesin e parë? Unë e mbaj. Si e kujton sot? Me nostalgji. Po mirë, më the ke vajzë mësuese, çfarë lëndë jep? Ajo jep gjuhë letërsi e avancuar. Gjuhë letërsi e avancuar. Je më tepër drejt arsimit, je më afër arsimit apo jo? Jo, ajo rrin Berat. Po. Berat. Si e shikon figurën e mësuesit sot? Mësuesi është legjendar. Është legjendar. Për mua. Është i rëndësishëm për brezat? Patjetër. Nuk ka si mësuesi. Unë e kujtoj me nostalgji dhe qaj. Ta them sinqerisht. Në Brezion, nuk e di këtë brezë. Brezion. Unë ka pas një konflikt shumë të vogël, dikur me profesorën e rusistës. Mi pa ajo ka qenë pak si në gjuhën e thjesht, mistrece. Unë isha djelit hinë ato. Ta gëzojnë festën mësuesit. E kujtoni mësuesin po e parë? Po. Me nostalgji. Çfarë mban mend? Cili është ai kujtim që ka mbetur mendja? Nga mësuesi i parë. Mësimdhënia në plan të parë, edukimin po ashtu, Është figurë e rëndësishme mësuesi? shumë, prej një dytë. 7 marsi është festuar një ditë më parë edhe në shkollat e qytetit, ku mesazhe urimi janë thënë edhe prej nxënësve. 7 marsin. E do mësuesin? Po, e dua shumë. Roli i mësuesit vitet e fundit është zbehur ndjeshëm, por prapë së prapë është një prej figurave më të rëndësishme në edukimin e brezave. 7 marsi, krahas një feste, është një ditë e cila duhet na kujtojë rëndësinë e çdo mësuesi.